libotën kur e mbulon. Dhe kushtojeni fëmijëve tuaj me dashuri dhe durim. Flisni shqip me ta, lexoni libra shqip, ruani tradita, tregoni shembullin tuaj. Sepse fëmijët që rritën me gjuhën shqipe dhe me vlerat shqiptare, rritën me rënje të forta. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum kafirun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anakihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويريد وتتجاوز إلى بجامع Dashur Peter, gjuha shqipe nuk është thjesht një mjet komunikimi. Ajo është zëri I gjyqërve tonë, është kujtesa e historisë sonë, është rënja që na mban të fortë edhe kur jeta na shpërndan të përvotë. Kur një fëmijë flet shqip, ai nuk shqipton vetëm fjalë. Ai thot kush është. Ai mban me vete historinë e sakrificave, dashurinë e familjes, këngët, lutjet dhe ëndrat që na kanë mbajtur gjallë, vrasë, brez pas brezi. Nëse ne nuk po mësojmë fëmijëve gjuhën anëtare, nuk u humbet vetëm një gjuhë, u humbet një pjesë e shpirtit, u humbet lidhja me gjyshën që lutet për ta në shqip, me historitë e prindërve tanë, me rënjes që na bëjnë krenar. Fëmijët e një shëllim, të gjitha ti duke vlerëtuar, të rindin besën për shpëtim. Prej lufteve qa I largohet, që është lindur tradhëtor. Kush është burë, nuk frizohet, po vdes si një dëshmor. Prej lufteve qa I largohet, që është lindur tradhëtor. Kush është burë, nuk frizohet, po vdes si një dëshmor. Dashur prindër, të dashur nëna dhe baballar, sot po flas para jush si Xenës, si një fëmijë që rritet dhe shkon në shkollë në Zvicër, por që në zemër mban një gjuhë tjetër, gjuhën shqipe. Ne jetojmë në një vend që na jep shumë mundësi. Mësojmë gjuhë të huaja, teknologji, shkencë. Kemi shkollat e mira,
dhe ne të ardhme përpara. Përbashkë me gjithë këto po ndodh diçka e heshtur. Gjuhën tonë po rrezikojmë ta humbasim. Kur një fëmijë nuk e flet shqipen mirë, ai nuk humb vetëm fjalë. Ai humb bisedat me gjysherit, humb tregimet për fshatin, qytetin, vetin prej nga vjen familja e tij. Humb ndjenjën se këtu jam në shtëpi. Ne shpesh flasim gjermanisht, frangjesht ose italisht më mirë se sa shqip. Kjo nuk është faji ynë. Kjo ndodh sepse shqiptja ka nevojë për kohë, për shkollë, për kujdes. Gjuha shqipe nuk është vetëm një lëndë mësimi. Është gjuha me të cilën na thoni të dua. Është gjuha e historive që na tregon para gjumit. Është zëri i gjyshit dhe gjyshes që na pret sa herë shkojmë në vendlindje. Kur nuk e dim shqipen, ndihemi sikur jemi mes dy botave. Por ne nuk duam të gjellim vetëm një. Ne duam të kemi të dyja. Ne duam të jemi të fortë këtu në Zvicër, por duam të dim kush jemi dhe nga vim. Prandaj të dashur prindër, ne sot po ju flasim me respekt dhe në zemër. Na dërgoni në mësimin e gjuhës shqipe. Mos mendoni se kjo na ngarkon. Fëmijët mësojnë shpejt. Dëgjuesia na bën më të zgjuar, më të sigurt, më të fortë. Një fëmijë që di shqip dhe gjuhën e vendit ku jeton, ecën me dy këmbë të forta drejt së ardhmës. Na ndihmoni të mos e humbasim atë që na jep në ju. Na ndihmoni të flasim në familjen tonë, të kuptojmë historinë tonë, të jemi krenar për vendin tonë. Një ditë ne do të rritemi, do të duam të tregojmë fëmijëve tanë se kush jemi. A do të dim të tregojmë këtë histori në gjuhën shqipe? Sot ju mund të na jepni këtë dhuratë. Nuk është dhuratë që blihet me para, është dhuratë që jepet me vendim dhe dashuri. Prandaj ju thurasim sot qartë dhe me zë të fortë, dërgojni fëmijët tuaj në mësimin e gjuhës shqipe. Jo vetëm për traditat, jo vetëm për bardhjen, por sepse kjo do të jetë më e dobishme për ne. Do të na ndihmojë të mendojmë në thellë, të mësojmë me lehtë, të komunikojmë më mirë dhe të bëhemi njerëz më të sigurt në veten tonë. Ne ju premtojmë se kjo nuk do të shkojë dëm. Shqipja do të më bëjë më të fortë në shkollë, më të hapur ndaj botës dhe më të lidhur me familjen tonë. Sepse shqipja nuk është vetëm gjuha jonë, dhe gjuha juaj, është edhe e ardhmja jonë. Ju lutemi, mos na e merrni këtë mundësi, na jepni këtë forcë, na jepni këtë gjuhë. Faleminderit që na dëgjuat, faleminderit që na shërbroni prapë. Nga unë, Areni Sosuri, një nxënës i gjuhës shqipe. Të dashur prindër, fëmijët tanë nuk kanë nevojë vetëm për ushqim e edukim shkollor, ata kanë nevojë për kohën tonë, për zërin tonë, për pranin tonë. Dhe një nga dhuratat më të mëdha që mund t'u japim është gjuha shqipe dhe vlerat që ajo mbartë. Asnjë shkollë dhe asnjë sistem arsimor nuk mund ta zëvendësojë rolin tuaj në shtëpi. Fëmia mëson shqip aty ku ndihet i dashur pranë prindit. Në bisedat e thjeshta, të përditshme, në tregimet para gjumit, në fjalët e urta, në zakonat të shembullit tuaj. Tu flasim fëmijëve shqip do të thotë tu mësojmë kush jemi. Do të thotë tu trashëgojmë respektin, besën, mikpritjen, dashurinë për familjen dhe për atë vlejon. Këto nuk mësohen në librat e huaj, por në zemrën e shtëpisë shqiptare. Koha që u kushtojmë fëmijëve tanë sot është identiteti i tyre nesër. Një bisedë në shqip, një këngë, një histori nga familja jonë, janë pasuri që nuk humbin kurrë. Prandaj ju ftoj, ndaloni pak nga ritmi i përditshëm dhe kushtojuni fëmijëve tuaj me dashuri dhe durim. Flisni shqip me ta, lexoni libra shqip, ruani tradita, tregoni shembullin tuaj. Sepse fëmijët që rriten me gjuhën shqipe dhe me vlerat shqiptare rriten me rënje të forta, me dinjitet dhe me vetbesimin kudo që të jetojnë. Le ta mbajnë gjallë atë që jemi, duke filluar nga shtëpia. Ju faleminderit që bëni për vetë aq sa bëni për ne. Me shumë respekt e mirënjohje nga unë Erina Semani.